Miqtë Prizmës. Sot Shkodra ishte plot. Është një ditë ku në përfundimin e saj, në pasditën e saj, do të nizen dritat. Është bërë një ritual. Është një ritual i bukur të shiqe. Normalisht të ndizen dritat në zbukurimin e qytetit. Por ajo që bie më tepër në sy është qendra e mbushur plot. E mbushur plot me tri. E kthyer në një vend ku sigurisht ato mblidhen, jo vetëm fëmijët luajnë nëpër ato që quhet cirku, ose që janë disa lojra ku me të vërtetë qendra zhurmon prej fëmijëve, po të trive, të ulur, cilët sfidojnë një farë mënyrë atë të ftoftë, megjithëse sot nuk ishte ne kush e di çfarë të ftoftit, që rrinë, mbas edhe me çada të larguar nga njëherë edhe kur bie shi, nga njëherë edhe duke u ngrofur me ngrofsat, por është plot. Është plot edhe është një distancë të jashtëzakonshme. Dhe ju ndërkohë jeni duke për pamje të fotografive që bëra sot para dite. Mazite do ndizen drita, do ndizet pema elektronike e vitit të ri. Shkodra ka 2 pemë të mëdhaja, tjetra është ke pedonalja tjetër. 2 pemë, kjo këtu në Parrucë është një pemë fantastike digitale, kurse ajo është një pemë normale e vitit të ri. Ka 7-8 lloje lodrash, edhe lokalet përpara bashkisë edhe në gjithë rrugën pedonale të mbushura plot me tri, plot e për plot. Tash pyetja shtrohet. Kush i ka penguar në administratën e Bardhit, në administratën e Voltanës? Unë kam punuar edhe me administratën e Lorenz Lukës, edhe të tjerët përpallë, që ta bënin këtë gjë në Shkodër. Për çfarë arsye? Gjithmonë janë justifikuar, edhe kur kanë qenë pushtet, po themi Partia Demokratike, nuk është bërë kjo gjë. Kur nuk ishte pushtet, nuk na japin para socialistat, nuk duan socialistat se këta duhet t'i merrnin patjetër parat ke shteti që t'i bënin këta. Është një nonsens i jashtëzakonshëm logjik edhe financiar, sepse kjo nuk është çështje në të kanë dhënë apo nuk të kanë dhënë. Kjo nuk është çështje parash, as financash. Që sigurisht është, por kryesisht është çështje dëshire, vullneti, iniciative. Në atë kohë dhe kur i thuaj mund të bëni këtë histori, që ta mbushni këtë rrugë plot, thoshin, ta kthejmë ne Shkodrën qebaptore. Shkodra është e kulturës. Shkodra është aristokrate. Shkodra është kështu, Shkodra është ashtu. Nëse merr një iniciativë të thuash që shiko se po vënë disa kioskat, të cilat shërbejnë muajin dhjetor për të krijuar atmosferë, për të mbledhur njerëzit. Qa pa bëjmë ne Shkodrën kështu, restorante? Dhe ishte edhe një pjesë e atyre që me të vërtetë kanë thyer në restorant Shkodrën, edhe banojnë aty ke restoranti, edhe shqyqyrë që ka ndodhur, e kanë fjalën për pjacën edhe pjesën e Gjuadolit, po kështu është edhe, sepse sigurisht kjo është iniciativë. Edhe aty nuk ka investim kaq të madh të bashkisë. Aty përkundazi bashkia merr qeran. Po ka qenë vullneti. Aty nuk ka derdhur miliarda dhe miliona bashkia, sepse kanë ardhur nëpërmjet sponsorizimeve. Sepse është treguar mendje e hapur dhe ka guxuar dhe e ka bërë. Po ta thoje këtë punë në kohë Voltanës, bëhesh armik. E donin Shkodrën pa tjetër ashtu të zym, pas një lloj aktiviteti, sepse po shkatroje trashëgiminë e saj, pa ditur se kush ishte trashëgimia e saj. Pa respektuar një herë trashëgiminë kozmopolitizëm në haret saj. Një herë të vetme. Dhe kush? Njerëz të cilët ishin frustruar edhe nga regjimi edhe kishin bashkëpunuar me regjimin. I kishin shërbyer regjimin në mënyrë nganjëherë edhe të turpshme, siç është edhe bashkëpunimi me sigurimin e shtetit. Këta tani i jepnin moral, nganjëherë japin edhe sot. Kjo mbushje plotë për plotë e Shkodrës nuk është çështje parash.
Nuk është çështje, nuk na japin socialistat, janë armiq të Shkodrës. As kërkush nuk merr parë tash, janë gjithë sponsorizime dhe paguajnë qera Bashkisë Shkodrës, bile Bashkia e Shkodrës pasurohet, merr më tepër lek. Të ardhura i fut në arkën e saj. Nuk deshin ta shohin një herë Shkodrën të harreshme. Donin thonin shiko sa e shëmtuar është Shkodra se janë socialistat në pushtet. Shikoni sa vuajnë shkodranët, nuk kanë bukë me ngran, thote një kryetare bashkijet, sepse janë komunistat janë falë, komunistat në pushtet. Kështu thoshte edhe një kryetare e parlamentit. Përderisa të jenë fëmijët e komunistave, zogjtë e komunistave, Shkodra nuk ka me bahajre. Dhe sigurisht të fotografi që kam bërë, nuk i kam porositur, i kam thënë, hajde mlidhuni që të bëjmë Shkodrën, që të bëjmë një fotografi. Jo, mora është e tillë, sepse është iniciativa. Dhe kjo është një pjesë e vogël e Shkodrës në hare, e iniciativës e vizionit bashkisë, që jo vetëm nuk nxjerr në lek të madh, po merr lek të madh. Merr lek të madh nga i gjithë ky organizim. Dhe të shtuash më tepër kur ka investimet e tjera pastaj, ka investimet e rrugëve, ka investimet e ujësjellsave, ka investimet e pastrimit kanaleve, ka investimet e shtrimit rrugëve, vendosit dritave, investimet në shkolla, investimet e hapjes kanaleve kudo nëpër fshatra që mbyteshin, investimet e lidhjes kanalit kishin gënjur, nuk e kishin bërë një copë të kolektorit, e kishin ndonë pa bërë fare. Dhe vetëm del shiu, se bje shi i të mërshëm nga njëherë në Shkodër, do të përmytet për 5 minuta, 2 minuta, po kullon. Me njëherë dalin me fotografi. E myti Shkodrën, Bashkia e Shkodrës. Mi po ju kullon shpejt e s'ka aftësi për me majtë atë mytjen. Se i kullon, sepse janë hapur kolektorët, janë hapur kanalet, kanalizimet. Riparohen trotuaret, jepen shfaqe, koncerte, po thuaj natë për natë. I ban pare të rrushe kumla, asnjë pare nuk nxirret, përkundazi janë sponsorizime. Janë firmat që duan vetë, sepse është e harreshme Shkodra. Nuk i shohin aty si renditen gjithë sponsorizimet e parave. Bashkia jep nxjerr shumë pak, nxjerr aq sa kanë nxjerr këta për me bërë shfaqje, cilat nuk jepeshin shfaqje në teatr, në kohën e tyre dhe drejtoreshave të tyre. Është një prej shfaqjeve që nuk është dhënë fare, ka marrë 25 milion. Që merrin 20 milion, 30 milion edhe nuk futin 5 vetë në teatr. Le të bëshin organizime masive si këto, si kanë parë kurrë. Çfarë t'u thush këtyre që ishin, çfarë ke për t'u thënë? Sidomos 2 administratat e fundit janë deprimente. Ne mund të kemi 1000 vrejtje për sot, po s'mund t'i krahasosh me ata që nuk bënin asgjë. E kishin zym në këtë moment Shkodrën. Ishin mësuar vetëm me ku diun që boshin 6 qershorin, ku diun, festa e luleve, le lidhnin gjithë që me religionin, gjithë që do ta bënin religionare, fillim me marim religionare, shteti laik, bashkia që është sigurisht e gjithë religioneve, këto po, festat e tyre, po, vizita, dhe ditën e shtunit dile për me bë vizita, pastaj kush kishte degë, kush kishte shku rrezikëzit në botën tjetër, e kanë pas zakon, mblidheshin dhe bëshin vizita. Asgjë tjetër më tepër se sa kaq. Të shurdhur, qorr, panuatje, dembel, kurse sot është një Shkodër tjetër. Mund të ankohemi sa të do, sa të dua mund të ankohemi. E di për çfarë ankohen sot apo jo? Deputet, pse po vonohet ky investim? Kanë qenë të paramenduara prej nesh, thot një deputete. I kemi projektuar ne dhe s'bën asgjë. Këta po i bëjnë, po i mbarojnë, s'kan shtruar një rrugë në Dukagjin. Dukagjini! Mo një rrugë të vetme, jo a merrnin votat edhe ja marrin dhe sot, sepse Dukagjinësit ja japin Partisë Demokratike. Janë me Partinë Demokratike. Ju pëlqen Sali Berisha. Halle madh fort. Le ta majnë në zemrën e tyre. Problemi është se rrugët nuk po ja shtrohen se ka shtruar kurrë. Sali Berisha dhe Berishkët që ka këtu, klonit e tij në Shkodër. Asnjëherë. Po ja shtrojnë ata që kanë dëshirën për t'ja shtruar. E ndjejnë për dëshirë për t'ja shtruar, do t'ja shtrojnë, ju prishet një urë, shkon vrap, u prish ura, sigurisht ka rsheke, ka
tërmete qasnoll një malsi, ju arrullojnë ure, nuk e përmend ma. Një deputet shkon është duke u vonura. Po ti zoti deputet, ta kishit ndërtu ju, po nuk e keni ndërtu. Keni thënë 1000 herë do ta bëjmë Baçallekun, e kthyt në shëmtirën më të madhe, e shëmtuat edhe në raport me Rahmet Pasta, si u bë për Ahmet komunistit Muaslani. Mas tërmetit, ishte kryvepër. Një njeri që mbante fjalën, do ta bëje, bënte. Mbeti komunist. Kurse rufjanët komunistë që mbeten janë dhe sot e kësaj dite, kryetari i partisë tyre, jo vetëm që s'ka bërë gjë, po ka shkatëruar gjithçka që ka ndërtuar dhe mua. Ta antikomunistët e mëdhej. Kjo ishte Shkodra e teshme. Shkodra e teshme. Sigurisht që do rrugullohet hyrja, sigurisht që do rrugullohet rruga e Shirovës, sigurisht që do rrugullohet edhe ajo e Zogajt. Është vonuar, janë vonuar afatet. Aty punohet për ditë. Mi për njerëzit nuk janë budallej se i shohin. Këta kujtojnë se janë ato 100 vetët e tyre, nga herë me emra fake dhe nga herë me dije se kush janë, me baballarë, shpeshherë spioni ose trashëgimtarë të pushteteve që si kanë më, që sulmojnë, e shajnë, e fynë, përgojojnë. Mi po, kur vjen koha e votave, nuk janë këta të Facebookut. Bile nuk dihet se ku janë. Janë ata që s'dëgjohen, nuk janë Facebook fare. Sa hapin fare Facebookun. Shohin që është rrugullu lagja atyre, që është bë qendra shkëlqyeshme, që kanë kulli, çojnë fëmijët plosin dhe të gëzohen, që të pinë edhe i kafe, dhe që shohin me harje qytetin dhe qendrën e tij. Që shohin që po i rrugullohet një rrugë, që i hapen kanalizimet, që i zbukurohet shkolla e fëmijëve, që i hapen oborret e fëmijëve që i kishin zënë këta me parti, me të fortë të partisë, që largohen gardhet, i shohin gjitha këto. Kurse këta mbeten duke sharë, mos ndërto, s'bën me ndërtu këtu, mos Shkodra kështu. Shkodra është e bukur kur është e pazhvilluar, e shëmtuar, e pa lyme, e rrudhun, e rjepun, e plakur. Kjo Shkodra e tyre. Na kush është edhe arkitekt, ka urrëtie patologjike për kryetarin e bashkisë, bie fjala, tash çfarë thot me mendjen e tij se i ka ikë dhe truni, ndoshta është edhe në fatkeqësi të një natyre ekonomike e financiare, s'din gjallë se çfarë thot. Dhe normalisht ai konsiderohet mbrojtës i Shkodrës, që nuk ka lindur as në Shkodër, por në periferitë ka tunet, midis Lezhës edhe Shkodrës. Në këtë pikë nuk ishte mungesa e lekut. Jo, nuk ishte mungesa e lekut, ishte mungesa e dëshirës. Këta e duan Shkodrën të shëmtuar, se janë të shëmtuar vetë, nuk dalin njerë para pasqyrës, të shohin se sa të shëmtuar janë. Këta e duan Shkodrën budallaqe, se këtu e kanë drejtuar budallaqet Shkodrën, 7 vjetë rresht. Këta e duan Shkodrën hajne, dromcas, sepse me dromca edhe me intrigë dromcas janë marrë gjithë jetën e tyre. Këto e duan Shkodrën të përçarë nga ana e besimit, religionit, sepse kështu kanë vepruar gjithë jetën e tyre. Mblidheshin nëpër periferi për të caktuar zyrat e punës. Jo me vu këta, kush janë këta marrë që po vinë? Këta i kanë shërby pushtuesi 500 vjet. Edhe diktaturës. Këta tipa tash nuk e duan Shkodrën. Këta luftojnë ditë për të shkatëruar Shkodrën. Këta janë tipat më të fëlliqur që i ka prodhuar ndonjëherë Shkodrën. Kurse Shkodra e vërtet është kjo, e këtyre fotografive që po ju i japun tani. E këtyre fotografive, kjo është Shkodra. Dhe kushdo që të shkoj, shofit kanteret e ndërtimit të Shkodrës, kudo që janë. Kudo që janë, edhe që do të vazhdojnë të jenë. Pse kjo? Se këta janë larguar një herë për gjithmonë nga pushteti. Këta nuk kanë për të ardhur në pushtet. Mund të vinë të tjerë, po këta kurrë. Kurrën e kurrësh, mentaliteti i tyre kurrë. Me mentalitetin e tyre vunë edhe sot e kësaj dite Bashkia e Shkodrës edhe Shkodra, sepse e kanë trashëguar, e kanë injektuar në ADN, në gjak, groteskun e tyre, intrigën e tyre, mosmarrveshjen e tyre. Kanë injektuar në gjak dembelizmin e tyre, marrëzinë e tyre politike, ideologjike, spionllekun e tyre, shërbimit të sigurimit të shtetit, shërbimin ndaj fëllisirës më të madhe të komunizmit që e kanë shritur për antikomunizëm. Këta nuk do vinë kurrë në pushtet. As fëmijët e tyre, sepse edhe ata janë smur. Do vinë një brez tjetër, sigurisht.
4, 5, 6, 7 vjetës, 8 vjetës, një brez tjetër që nuk do pyesi më për këto maskarej që kanë shkatruar Shkodrën për 3 dekada e më tepër vjetë. Shkodra është ndryshe, është kjo që po përgatitet. Kjo e dritave, kjo e hares, kjo e njerëzve që bëjnë qef. Kanë edhe ditë lumtur atyre dhe mundësit të lumturisë tyre. Jo vetëm të ankesës, jo vetëm të akuzave, jo vetëm të sharjeve dhe pështyrjeve për çfarë do lloj pushteti në botë, për çfarë do lloj politike në botë, për të gjithë ata që ndërtojnë, që marrin përsipër të ndërtojnë dhe të investojnë. Sigurisht këta nuk kanë për të ardhur më. Surretërit e tyre, ftyrat e tyre të myta kanë ikur një herë për gjithmonë nga Shkodra. Dakord, miqtë e mi?